Po ne që falemi 5 kohë, por nuk kemi shami. Pra fal 5 vaktet, por akoma nuk e ka dhënë shamin në përditshmëri. Ti elhamdulillah kryen një shtyllë prej shtyllave të Islamit, shtyllën më të rëndësishme pas shahadetit. Mirësia e madhe është. Falja namazit është shtyllë prej shtyllave të Islamit, ndërsa shamia nuk është shtyllë prej shtyllave të Islamit. Është urdhër i Allahut të lartësuar, është detyrë, por nuk është shtyllë prej shtyllave të Islamit. Pra ti je muslimane dhe ti e fal namazin, je besimtare, e do Allahun. Dhe ajo që unë të këshilloj është që ta lusësh Zotin e gjithësisë, të ta mundësoj që ta zbatosh edhe këtë urdhër të Allahut të lartësuar. Se shamia, normal Zoti i gjithësisë e ka urdhëruar femrën pra në Kur'an që të mbulohet. Kështu që lutë Zotin e gjithësisë të ta mundësoj dhe të ta lehtësoj ta vesh shamin. Allahu ju rujt.